konstruktive? O tash ne do të mbaret në funksion se cilës agjendë do të mbahen këto bisedime, për shkak se I kemi pak a shumë 3 qëndrime të subjekteve politike, lëvizja vetëvendosje, e cila e ka bërë të ditur deri më tani të paktën si qëndrim zyrtar që sa I përket konstituimit të kuvendit dhe formimit të qeverisë, ajo nuk ka nevojë për partner qeverisës. Kjo është qëndrimi deri më tani, se çka ndodh ndërkohë mbetet pritet. Partia Demokratike e Kosovës që do të ka bërë ditur që do të heqë dorë nga çdo aranzhman I matotjeshëm për dialog me partinë fituese të zgjedhjeve, sa I përket ndarjes së pushtetit në qeverisje dhe Aleanca për Armërinë e Kosovës që I ka parashtruar disa parakushte politike dhe nuk kanë shkuar fare, po. Dhe të cilat nuk kanë shkuar fare, kanë ignoruar bisedimet dhe që Albin Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosje dhe Albin Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosje në përgjithësi nuk kanë dhënë sinjale që janë të gatshëm të diskutojnë për këto parakushte të Aleancës për Armërinë e Kosovës të këmbim të votave të saj për krijim të institucioneve. Në këtë drejtim I vetmi partner potencial që I mbetet, do thotë Lëvizjes Vetëvendosje, deri më tani është Lidhja Demokratike e Kosovës, mirë po me telashe që kanë shpërthyer brenda saj dhe leadershipi I saj detyruar që t'i pezulloj këtu bisedime dhe nuk dije se për çka realisht kanë qenë duke u zhvilluar këto bisedime, vetëm për temën e presidentit, gjë që nëse I qëndrojmë përsëri pozicionit të Lëvizjes Vetëvendosje dhe të Albin Kurtit se I duhen 86 deputet, një kriter politik që e ka vendosur përkundër kriterit kushtetues që për ta zgjidhur presidentin I duhen 86 deputet, diçka që nuk e ofron edhe nuk mund ta siguroj as me lidhjen demokratike të Kosovës. Prandaj mendoj që kjo shtyrje e seancës konstitutive më tepër se në funksion të bisedimeve për ndonjë marrëveshje politike ka të bëjë realisht me interesat e fillimisht të Lëvizjes Vetëvendosje për të pasur si po zhvillohen dinamikat në subjektet tjera politike, kryesisht në lidhjen demokratike të Kosovës për shkak të tensioneve. Me që e ka dhe më shumë preferencë, thonë. Me që e ka dhe më shumë preferencë, por edhe nëse eventualisht do thotë për të përgatitur skenarin për zgjedhjet e reja të jashtëzakonshme në mënyrë që ta sforcojë edhe më tepër narracionin se përkundër vullnetit të saj, duke qenë se LDK-ja është peng I marrur politik. Zoti, si mund ta përgatis vendin për zgjedhje të reja në rast se I ka bërë këto ftesa dhe PDK ka vendosur të qëndrojë në opozitë, LDK ka pezulluar vazhdimin e bisedimeve pikërisht për shkak të zhvillimit të saj. Dëgjoj, ta përgatis vendin për zgjedhje do thotë me arsyetimin se përkundër vullnetit të saj, Partia Demokratike e Kosovës, paraprakisht madje, para se të fillonin bisedimet e mirëfillta, zyrtarët të saj dulen dhe deklaruan që e përjashtojnë çdo bashkëqeverisje në mënyrë kategorike me Lëvizjen Vetëvendosje, gjë që është një kriter I rëndësishëm për të përdorur si narracion politik nga leadershipi I Lëvizjes Vetëvendosje. Me të drejtë apo jo? Tash kjo mbetet të shihet kur të bëhen publike sepse nuk ka transparencë për shkak të biseduar dhe po ashtu që përkundër vullnetit të Lëvizjes Vetëvendosje që me lidhjen demokratike të Kosovës ta ndajë pushtetin, kjo e fundit nuk është në gjendje, nuk është e gatshme ta bëjë një gjë të tillë për shkak të përçarjeve të brendshme që kanë shpërthyer. Dhe është shumë interesant se gjuha dhe arsyetimi politik I zotit Abdigjiku është mas të madhe identik me atë të Lëvizjes Vetëvendosje për shkak se në adresimin e tij para qytetarëve të Kosovës dhe para antarësisë, zoti Abdigjiku tha pikërisht në kohën kur isha te masi I impenjuar për të dhënë vendit institucione të reja, ndodhi ky farlloj rebelimi dhe ky kontestimi I brendshëm, gjë që mas ka gjatë madhe e shfaqson Albin Kurti